Pro, unë ti e di që unë jam njëru më pro dashurisë. Në çdo emision e them, e trumbetoj me të madhe, e them inshallah sa më shumë çifte Shqipëri-Kosovë. Sa më shumë krushqira të kemi. Kështu që po unë e shpresoj një marrëdhënie që do të funksiononte? Unë e shoh tashmë jashtë shtëpisë së Big Brotherit, po e shoh si një marrëdhënie që mund të funksionojë, sepse janë të dy artistë, janë të dy të rinj që po bëjnë karrierë, edhe do të ishte shumë bukur që të ishin bashkë. Pse ja? Madje unë pres të ketë një bashkëpunim. Ajo që unë pres, ose ajo që unë dua, ajo që unë uroj, është ketë një bashkëpunim Gjesti, Egli, Gimbo. Edhe Gimbo, po hajde përfutim aty dhe Selin. Po pa tjetër, pse jo? Tjetë. Po, më vini natë që shqiptarët, për shembull, ajo që kam dëshiruar gjithmonë, një bashkëpunim midis Dua Lipës, Rita Orës, Bebe Rexhes, Ava Maxit, që ta nxjinin një këngë bashk, ta bënin një Kojotagli alla shqiptarçe, nuk po ndodh, tash pse mos bëjnë këto të showbizit ton minimalisht bën një bashkëpunim e ta nxjerrin një super hit. Në fakt, gjitha prej vajzave që i përmende, kanë thënë që janë të gatshme, por momenti ende nuk ka ardhur. Momenti presim. Ti shohim së bashku. Bukur do ishte, realisht.